Bazën veç se e kam përfundu, e kam vendos fondatinën e Huda Beauty't, Easy Blur. Edhe po vazhdojmë tash me Rare Beauty. Ky është bronzeri i langshëm, apo kontura e langshme prej Rare Beauty, edhe është nuanca Serene. E kemi testu edhe ma herët këtë produktu në Beauty me Erisën edhe ka dalë një produkt shumë i mirë, që mendoj që kurdo që është duke kërku një bronzer të langshëm, pak më të kushtueshëm, kjo do t'jetë një opcion shumë i mirë. E vendosim kështu direkt në fytyrë, kjo është zona ku zakonisht e aplikoj konturën, edhe vazhdojmë me një brush të sheshtë, ta përhapim produktin. Po besoj po mundeni me pa sa lehtë është me shkri këtë produkt. Edhe jep fytyrës një nuancë shumë të bukur. Duket goxha e ngrohtë. Vazhdojmë pastaj ta shkrijmë konturën në pjesën e hundës. Përdorim një brush ma të vogël që me qenë pak më preciz. To e përdori edhe të kjo pjesa e vetullës që ta afrojmë sa më shumë konturën tek vetullat. Vazhdojmë me korektor, do e përdorim Hourglass. Korektori poshtë syve e bën një dallim shumë të madh në grim, sepse përveç që i mbulon ato jo përsosshmërit poshtë syve, edhe ndihmon në theksimin e konturave.